Sa është i rëndësishëm për juve fuqizimi I vajzave edhe grave në vend e punës? Sikon 48% e punonësve janë të gjinisë femërore. Ku janë benefitet e CSR-it në të bërit biznes? Unë tash 12 vite jam pjesë e Meridian Express. Besoj që kjo informat tregon shumë edhe sa është e rëndësishme mirëqenia e punonësve në këtë kompani. A mundesh më fol pak më konkretisht tek projektet e juaja ose strategjia juaj e CSR-it tek fëmijët fillimisht? Ndoshta bashkëpunimi me Sosfshatin, njëra ndër bashkëpunimet më strategjike dhe më afatgjata që ne kemi pas si kompani tash 12 vite. Cilat janë disa nga vlerat në aspektin e qenurit korporate përgjithshme, cilat ju thirrni edhe ndërveproni çdo ditë? Për Meridianin nuk është që ka qenë e rëndësishme ndoshta gjithmonë bëret biznes veç me një qëllim që me gjeneru fitim. Investojmë sot që nesër këto gjenerata apo këto investime t'i bëjnë diçka të mirë vendit ku ne jetojmë. Përshëndetje nga unë Diana Lusha dhe mirë se vini në podcastin Diana Stories. Sot në këtë intervistë jemi në korporatën Meridian, ku bashkë me Besa Osmani në udhëhecë për marketing, kena me mundu me fol për mirëqenien e punëtorëve, për zhvillimin e qëndrueshëm edhe projektet komunitare që Meridian Express ka ndaj shoqënisë. Po për më shumë, sot jemi me Besa Osmanin edhe po jap hapësirë Besës. Besë, mirë se vjen në podcastin Diana Stories edhe faleminderit për kontributin ta në këtë aktivitet. Faleminderit Diana, kënaqësia është ime. Besë, unë ju prej jashtë njëna prej bizneseve nismëtare të rjetit CSR Kosovë edhe njëna prej kompanive Kosovë që jeni njohur qoftë prej komunitetit vendor, por edhe ndërkombëtar si njëna prej kompanive më të përgjithshme në Kosovë. Unë kisha dashur me ditë para se me fillu me fol për pjesën e CSR-it, me ditë pak për historikun e Meridian Expressit. Kur ka fillu, cili është veprimi juaj dhe sa jeni të shtrim kështu në Kosovë? Po Diana, Meridian Express është themeluar në tetor të vitit 2012, është pjesë e korporatës Meridian. Qysh në fillim ideja ka qenë shumë e qartë, në atë kohë shumica supermarketeve që ka qenë prezente në treg kanë ofruar hapësirat shumë të mëdha duke ju konsumuar shumë kohë klientave, ndoshta me I bë dhe blerjet e tyre më bazike për produktet më esenciale që ju kanë dashur. Pikërisht kjo ka qenë ideja që të vijmë me marketën deri shtëpisë, ku ky është edhe slogani ynë, dhe t'ju ofrojmë konsumatorëve tonë në baza ditore produkte cilësore, mirë po edhe shërbim të pakompromis në treg. Këto kanë qenë ndoshta dy vlerat që na kanë përcjellur qysh nga viti 2012 dhe vazhdojnë të na përcjellin edhe tash. Filozofia e bërit biznes në Meridian Express ka qenë shumë e qartë qysh nga fillimi, ka qenë qëndrueshmëria dhe konsistenca e bërit biznes ajo që na ka shoqëruar qysh nga viti 2012. Mirë po këto vlera ka qenë trashëguar edhe më herët për arsye se e përmenda që Meridian Express veç është pjesë e një korporate shumë të njohur në treg që ekziston nga viti 1992. Kështu që vlerat janë trashëguar, domethënë brez pas brez dhe vazhdojnë besin edhe sot. Sot Meridian Express I numëron 44 pika shitse në qytetet më të mëdha të vendit edhe ka aktualisht mbi 500 punonës. Besë përmende vlerat e Meridian Express, po du me citu njënën prej fjalive që Agoni e përmend njënën prej intervistave. Thotë Agoni njënën prej intervistave thotë është shumë më I lehtë procesi vendimarrjes në korporat, kur I ki definu me vlerat, me cilat jemi mbështetur parimin, me cilat operon një kompani e përgjithshme. Cilat janë disa nga vlerat në aspektin e qenurit korporate përgjithshme, cilat ju thirrni edhe ndërveproni çdo ditë? Po Diana, shumë e vërtet. Fillimisht domethënë këto vlera duhet me qenë qarta për vetë familjen këtë rast ose punëtorët ose kolegët që janë pjesë e kompanisë. Për Meridianin nuk është që ka qenë e rëndësishme ndoshta gjithmonë bëret biznes veç me një qëllim që me gjeneru fitim. Ideja ka qenë që gjithmonë këtë fitim me nda me komunitetin, pikërisht se është komuniteti që po na ndihmon neve me gjeneru këtë fitim. Janë pikërisht njerëzit që jetojnë këto, që na ndihmojnë neve me arrit ose me I fitu këto të ardhura. Ka qenë shumë e thjeshtë qysh nga fillimi që ata që bilem ka qenë më të është përdorur shumë gjatë që ata që e ke ndaj edhe me të tjerët. Kështu që është shumë e rëndësishme për biznesin këtë rast që fitimin ose kontributin në përgjithësi shoqërore mas pari me ndjej si besim, por me ndjej edhe si obligim. Për arsye se kur kontribuon për komunitetin, këtë rast mirëqenia bëhet më e mirë për gjithë secilin.
E qarë, pa ndjenja e solidaritetit të korporata Meridian, po tash edhe në Meridian Express, është shumë e konsolidume në aktivitetet e juja operacionale. Bes e di që ju bashkë me kompanin tjetër, kompanin Sharcem, jeni prej iniciuzve të rrjetit CSR Kosova. A mund është më na fol pak për motivet që ka nisë para gati një dekatë, në vitin 2011, nisna edhe nevoja për themelimin e rrjetit CSR Kosova, që është njëri prej rrjeteve që tash goxha shumë është konsolidu edhe më të përgjithshme që promovon drejtat e punëtore, drejtat e njerëzit, edhe zhvillimin e qëndrueshëm Kosovë. Cili ka qenë motivi? Pse nevoja për rrjetin CSR Kosova? Po, kompania Meridian ka qenë njëra ndër kompanitë themeluese të rrjetit CSR Kosova dhe qysh nga atëherë dhe tash, drejtori ekzekutiv i kompanisë Meridian Express zoti Agon Gashi ka qenë dhe vazhdon mbetet pjesë e bordit menaxhues. Ideja ka qenë shumë e thjeshtë, Diana, përmenda edhe më herët, nuk ka qenë ideja që domethënë me pas një biznes që vetëm gjeneron fitim. Për neve CSR-i është besim mbi gjitha, por është edhe obligim. Çka ka qenë ndoshta e vështirë për fillim, ka qenë thirrja për biznese të tjera apo bindja atyre për mu bashku rrjetit CSR Kosova, me qenë se shumica prej tyre ndoshta nuk ka qenë ende të familiarizuar me këtë nuk e ka njohur si koncept. As me fillu me praktikum biznesin e tëne. Mirë, për nësat jemi shumë të lumtur që rrjeti CSR Kosova ka arrit me bo një numër të konsiderueshëm të bizneseve aktive, edhe që Meridian Express ndoshta ka qenë njëra ndër bizneset model, ose që është ndjek për shumë bizneseve tjera dhe kanë filluar ndoshta me kontribu për komunitetin duke u bazu në rrugtimin që Meridian Express e ka ndjek për disa vite. Na prej atër si kompani e kemi një strategji të qartë, çdo vit domethënë hartojmë një strategji të saktë për projektet që duhet me i financu, se në fillim kemi pas kërkesa të shumta për me financu qindra projekte, mos them, mirë po na është dashur që si kompani ndoshta me marrë një vendim edhe me pas të qartë cilat projekte po dojmë me i mbështet. Për neve tash e disa vite me radh, fokusi tek fëmijët mbetet shtylla kryesore, ku kontributi jon vazhdon me mbetë ndoshta i palëkundër. Mandej është edhe kontributi në edukim, por edhe në projekte tjera gjithëpërfshirëse që kontribuojnë në mirëqenien sociale. Besa të po du me të ndërprej, me qenë se dole edhe vjedhe i biseda natyrshëm tek projektet dhe investimit që e bani në mirëqenien e shoqënisë të komunitetit, po du me ndalë tek projekti dhe fokusi që e keni strategjik në planin e juj të punës tek fëmijët. A mund shma fol pak ma konkretisht tek projektet e juja ose strategjia juaj e CSR-it tek fëmijët fillimisht? Po, Diana, ka një numër të madh të projekteve ndër vite që kemi mbështet, jo vetëm për fëmijët, por projekte të natyrave të ndryshme, por kur ka ardhur puna tek fëmijët, ndoshta kemi qenë pak më të ndihshëm si kompani. Ka qenë ndoshta bashkëpunimi me SOS-fshatin, njëra ndër bashkëpunimet më strategjike dhe më afatgjata që ne kemi pas si kompani tash 12 vite. Ky bashkëpunim tash aktualisht gjatë muajit shenjtë të Ramazanit është po ashtu kampanja aktive Barazo faturën, ku tash e disa vite konsumatorët tanë, për cilët jemi shumë falenderues, përmes centave të tyre kontribojnë dhe rrumbullaksojnë faturën ato mjete i dorëzohen SOS-fshatit. Kampanja është shumë transparente, me qenë se secili cent që ata kontribojnë figuron në kuponin fiskal. Para 2 viteve, kontributi i klientave në këtë rast për nder të 10 vjetorit të Meridian Expressit është mbështet me një shumë edhe më të madhe, ku në këtë rast edhe ne si kompani e kemi rrit vlerën e donacionit dhe ka qenë diku vlera 10.000 euro që i kemi dhuru për SOS-fshatrat. Mirë po dhe ka, domethënë, aktivitete të ndryshme ko pas kohë që bashkë me SOS-in mundohemi me përmirësu mirëqenien e aty në fëmijëve që janë aty. Mandej ka dhe projekte tjera, kemi projekte me Down syndrom, me shoqatën e autizmit, me organizatën e fëmijëve pa përkujdesje prindrore, mbështesim ko pas kohë fëmijët edhe në ndonjë garë pjesëmarrëse, në ndonjë sport, në një aktivitet edukativ. Kështu që mundohemi që pjesën më të madhe ndoshta të buxhetit që ne e ndajmë çdo vit të pjesa e CSR-it me fokus më të madh me qenë të pjesë. E përmende pjesën e fëmijëve dhe fokusin strategjik që e keni tek SOS-fshatrat apo fëmijët që janë macenumë, fëmijët e braktisur dhe pa kujdes prindor. Unë gjatë asaj që u mundove me sqaru dhe me shpjegu projektin e juaj, e përmende edhe kampanjën Barazo faturën, ku jeni participuese dhe participanin në ta. Po më shumë përshtytje faktit që ju përpos që angazhoni në këtë kampanjë, ju e përfshini edhe konsumatorët e juaj. Kështu që jeni të dhënë edhe një mesazh direkt që jeni të përfshi edhe partet tjera të interesit, në këtë rast klientë e juaj me u përfshi në këtë nismë
me impakt social. Kurimet e kampanja unë kësha dosh me ditë, a keni pa këtë impaktin e kampanjës suj edhe te bizneset tjera, me qënë se tash ju çdo vit e përmend edhe jashtë intervistës që në kohën e Ramazanit kampanja është aktive dhe keni përmes kampanjës procedurës, me thonë, barazë faturën, ku ato mjetë shkojnë për shatrat. A keni pa që kjo kampanjë ka fillu a keni pa progres të kjo kampanjë, a kanë fillu edhe, nëse keni mujtë me përcjellë edhe bizneset tjera që ju kanë bashkangjiz kësaj kampanje që nashta janë inspiru prej juve? Aktualisht ndoshta nuk kam edhe informata, mirë po shpresojmë që ndoshta të ardhmen edhe bizneset tjera me u solidarizu edhe me fillu me u po pjesë të kësaj kampanje. E qartë. Kur jemi te projekte që janë dobi të meqenjes shoqërisë, unë kisha dashur më ndalë edhe te pjesa e edukimit, se e di që është një shtyllë e rëndësishme në kuadër të strategjisë suj. A mundi më na fol pak për projektet konkrete që i keni saj përket mbështetjes së edukimit në Kosovë? Për shembull, rasti i bursave KF më duket një projekt interesant që ju participoni në ta. Ç'është qëndron raporti juaj me këtë projekt? Po, Diana, këtu kisha pa që mundal pak edhe tek pjesa brenda stafit, që përveç asaj që ne vazhdimisht mundohemi me mbështet projekte edukative jashtë kompanisë, është shumë ndoshta shtyllë e rëndësishme e kompanisë investimi edhe në vetë stafin që e ka brenda. Vazhdimisht përmes trajnimeve të ndryshme, trajnimeve jashtë vendit, vizitave në për kompani të ndryshme partnerë jashtë vendit, kështu që është shumë e rëndësishme që të investohet edhe në stafin brenda. E mandej të shohim edhe projekte që kanë qëllim edukativ për pjesën tjetër jashtë. Na tash 5 vite kemi një memorandum me organizatën KF, ku për 5 vjet jemi zotu që do t'i dhurojmë disa bursa në vlerë 25.000 euro, është komplet vlera e bashkëpunimit. Kemi pas edhe më herët me Universitetin Amerikan përmes dhurimit bursave për student. Ka qenë edhe përkraja përmes bursave lokale në qytete të ndryshme, si për shembull në Gjakov, në Mitrovic. Kështu që ka vazhdimisht investime edhe tek pjesa e edukimit përmes mbështetjes projekteve edukative për të rinjt. Mendojmë që investimi tek fëmijët dhe tek edukimi janë investimi ndoshta më afatgjatë, edhe kjo është pikërisht arsyeja pse jemi fokusuar tek këto dy shtylla. Të investojmë sot që nesër këto gjenerata apo këto investime t'i bëjnë diçka të mirë vendit ku ne jetojmë. Pra për gjithë ata që po na ndjekin sot në këtë intervistë, bursat KF janë një mundësi për gjithë ata studentë që dëshirojnë me zhvillu studimet master në Amerikë dhe përmes kësaj interviste ndoshta mund na më dhanë një informatë goxha të rëndësishme për gjithë ata studentë të rinj që janë të përcjell këtë intervistë. Edhe që Meridiani është ka participon në këtë bursë. Besna, deri tash folëm pak për strategjinë e CSR-it që është e inkorporuar në Meridian. Folëm pak për projektet komunitare që i keni strategjikisht të fokusuar tek fëmijët, po i keni edhe në shtyllën e edukimit. Unë kisha dashur me ditë se cilat janë disa politikat konkrete që i keni në meqenjen e punëtorëve që janë burimi kryesor i performancës në kompanie. Po, Diana, sa i përket pjesës së trajtimit punëtorëve, e cika dhe më herët që Meridian Express mundohet me ofru një mjedis gjithë përfshirës edhe trajtim barabartë për secilin prej nesh. Unë tash 12 vite jam pjesë e Meridian Express, besoj që kjo informatë tregon shumë edhe sa është e rëndësishme mirëqenia e punësve në këtë kompani. Mundohemi vazhdimisht përmes trajnimeve të avancojmë në pozitat brenda kompanisë, të ofrojmë trajnimet e nevojshme për pozitat aktuale që ata kanë. Është edhe pjesa tjetër e benefiteve, sigurimet shëndetësore, mandej ka politikat zbritjes në shujtat ushqimore apo në blerje të market. Por për neve është shumë e rëndësishme që punëtorët në Meridian Express ndihen në një ambient sigurt, që kjo për Meridianin do të thotë shumë. Mundohemi me pas për secilin ndoshta prej tyre edhe skemat përfitimeve financiare, që skemat të bonusave për kolegët market. Mirë po, trajnimi dhe zhvillimi profesional të këta vazhdon me mbet njëra ndoshta ndër shtyllat kyçe për kompaninë. Vlen të ceket që për shembull për kolegët në market është edhe një program që quhet programi për certifikimin e menaxherëve, ku përmes këtij programi kolegët menaxher kanë mundësi të trajnohen dhe të avancojnë tutje në pozitën që kanë. Mirë po, përveç kësaj edhe përfitimi financiar me qenë më i lartë për kolegë që veç e gëzojnë këtë titull si menaxher i certifikuar.
Ky si program është shumë i njohur ndërkombëtarisht, mirë po nuk e di kompani këtu tek ne, e di që është një numër mos them ndoshta tek kriteri nuk është që zbatohet. Mirë po ndihemi shumë krenar që përmes programeve tilla mundohemi sadopak me i motivu secilin koleg në pika edhe mbi të gjitha profesionalisht me qenë të ngritur edhe me fitu një ri shtesë gjatë gjithë kohës. Tek pjesa përfitimeve tjera, tek pjesa punësve, unë për vete po nis nga prej përvojës time këtu në Meridian, kam fillu shumë e re, me njerë pas përfundimit të studimeve, kam nis punën si punë praktike, pastaj duke kalu në pozitën e zyrtarës, koordinatorës, menaxherës dhe tash gëzoj pozitën e udhëheqës marketingut për Meridian Express dhe Shpar Kosova. Në anën tjetër, kam edhe jetën personale, kam 2 fëmijë. Jam shumë e lumtur që në Meridian arri me balancu ndoshta jetën profesionale dhe jetën personale, duke pas një mirëkuptim të hatashëm me thonë të menaxhmentit këtë rast, që edhe pjesën apo ndoshta 2 fëmijë që i familjen që e kam jashtë Meridianit, me pas një përkushtim edhe ta pjesë palun asgjë keq. Kështu që janë gjitha këto tipare që nështë e bojnë që kompania me gëzu reputacionin si njëra ndër punëdhënësin më serioz në treg, edhe jam shumë e lumtur mbi gjitha që mos them një numër shumë i madh i kolegëve kanë jetëgjatësi mbi 5 vite në kompani. Po, Meridiani në aspektin e mirëqenies punëtorëve qëndron goxha me një kontribut serioz edhe në aspektin e qëndrueshmërisë në shada gjatë kompanisë, me gjitha këto politika e përfshin edhe përvojën personale që kjo është i praktikante, tash je edhe me status prindi, edhe këto politika të mitësore qoftë ndaj punëtorit, po tash edhe ndaj familjes, ndaj mirëqenies prindërve, ju kanë bërë që ju me qëndru këto në Meridian. Unë kisha dashur tash me shku pak edhe Meridiani edhe pjesën e fundit intervistës me zhvillua aty në frymën e kulturës Meridianit. Ja kishmi shku pak. Patjetër, për neve kishme qenë kënaqësi. Besna tash më rritëm në pikën shqipse të njën prej pikave të Meridianit, edhe po e shoh që këtu ka vajza dhe gra në vend e punës që janë të punu për momentin, edhe më prezantove me njën prej menaxherëve të kësaj pike. Në këtë drejtim, me qenë se pak me erdhë folëm për mirëqenien e punëtorit, unë tash kisha dashur më ndal specifikisht te aspekti gjinor. Sa është i rëndësishëm për juve fuqizimi i vajzave edhe grave në vendin e punës? Pra cilat janë disa politika konkrete që ju ndërmenin në fuqizimin e grave në vendin e punës? Po, Diana, për neve është shumë e rëndësishme si kompani promovimi i gjinisë femrore, dikon 28% e punëesve janë të gjinisë femrore, po ashtu janë edhe dikun 4 pozita që menaxhohen dhe udhëheqen nga gra. Para 2 viteve kemi qenë ndër kompanitë e para që kemi qenë nënshkruese të parimeve për fuqizimin e grave, iniciativë kjo globale nga UN Women, ku ideja ka qenë pikërisht domethënë për kraja dhe fuqizimi i grave në tregun e punës. Nga kjo ka nisur edhe një iniciativë tjetër apo një projekt që tash së fundi ne jemi duke e promovuar në masë më të madhe, që është promovimi i grave të moshës 40+. Këtë kjo ka rrjedh për shkak se domethënë me njerë pas përfundimit pas luftës, këto gra aktualisht kanë pas domethënë moshën 20-30 vjeç, edhe nuk është që kanë pas fokusin është shumë të madh për me u kish në treg të punës. Mirë, po ma tepër ndoshta kanë qenë të orientuara te krijimi i familjeve, nuk është që kanë pas hapësirë shumë për edukim apo avancim tutje. Pikërisht na po bëjmë thirrje për këto gra me u bashku me Meridian Expressit, nuk ka lidhje nëse nuk kanë përvojë. Për neve është shumë e rëndësishme që ato kanë disponim dhe vullnet për mi u qasë tregut punës, kanë disponim pozitiv për mi u bashku një kompanie siç është Meridian Express. Kemi pas një interesim të jashtëzakonshëm, jemi shumë të lumtur me aplikimet që marrim, mirë po ajo çka është shumë e rëndësishme është që ato përveç kontributit financiar që marrin, e vlerësojnë edhe atë që po pranohen për tregut punës. Domethënë po del dikush që po ju hap dyrë, ndoshta për herë të parë në vend, mirë po në anën tjetër nuk po nevojiten domethënë ndonjë përvojë apo punë paraprake, pas pranimit në punë po ju ofrojnë gjitha trajnimet e nevojshme që ju duhen për me domethënë për me bë mas miri punën për cilën ato janë pranu. Kështu që nga dita e parë për neve ka qenë fokus i madh promovimi dhe fuqizimi i grave, vazhdojmë të arrisim këtë fokus hala më shumë, mirë po e shohim që kohëve të fundit
projekti, do të thënë që e përmendëm 40+ ka pas një ndikim pozitiv edhe e ka ndryshuar ndoshta edhe mënyrën e të perceptimit të grave më të kësaj moshe që edhe ato mujnë me fillu me punu. Nuk ka, në këtë drejtim, kontributi i Meridianit në aspektin e fuqizimit të vajzave dhe grave në tregun e punës është i dyfish. Ju përpos pra që i keni 48% të vajzave të përfshirë si punëtore në korporatën Meridian, këtë rast në rrjetin Meridian Express, ju po e konfirmoni që ju e keni një fokus veçantë te grupet që janë më të cënuar në aspektin moshor të grave që kohën e luftës ndoshta kanë met edhe pa mundësi me eduku ose më përfshin në tregun e punës, që është një kontribut i veçantë që jeni të dhënë te gratë e moshës mesme, që shpe thua dhe ti nuk lypet ndaj kriter para prak për këto gratë që dojnë me u përfshin tregun e punës, mjafton vullneti, edhe ato mund të përfshin në pikat e retailit të Meridianit. Sakt. Shumë kontribut do me thanë. Zbesë, me qenë se folëm deri tash për strategjinë e CSR-it, folëm pak për mirëqenien e punëtorëve më brenda, folëm edhe në aspektin e fuqizimit të vajzave dhe grave. Unë kisha dashur, me qenë se pjesë e CSR-it, strategji e rëndësishme e CSR-it është edhe aspekti mjedisor, projektet mjedisore. Unë kisha dashur me ditë se a keni iniciativa konkrete ose politika konkrete në të qenurit miqësor me ambientin. Po, Diana, do shta harruva ma herët me përmend edhe fushën e ambientit, për cilën ne jemi shumë të kujdesshëm dhe kemi qenë do shta qysh nga fillimi i kompanisë. Është shumë e rëndësishme për neve me jetu në një ambient të shëndetshëm mbi të gjitha, por edhe me kontribu për të. Ka qenë ndër vite një bashkëpunim afatgjatë që kemi pas dhe me organizatën Let's Do It Kosova. Pastaj ka qenë edhe një kampanjë tjetër që kemi pas për shembull përmes komunës Prishtinës, përmes mbjelljes së fidaneve përgjatë qytetit. Para disa viteve kemi bërë një kampanje me Shpar International, kur ka qenë kampanja globale One Tree Planted, ku një shumë e produkteve të shitura nga brendi Shpar i janë dedikuar pikërisht kësaj kampanje dhe është bërë një mbjellje një numër të konsiderueshëm të fidaneve përgjatë rrugës B këtu në Prishtinë. Kështu që ambienti mbetet për neve dhe mos ndoshta pas investimit tek fëmijët dhe të edukimit njëra ndër shtyllat me kritiket që na jemi shumë dishëm si kompani. Kështu që kemi pas edhe më herët edhe mundohemi që ta ruajmë prap një pjesë të mjeteve që dëshirojmë me i nda për CSR edhe tek investimi në ambient. E qartë. Pra në dhe i tash folëm për në aspektin e CSR-it ose korporatave shoqërore të përgjithshme, që folëm pak për punëtor, folëm pak për nismat komunitare që i bani projekt, folëm edhe për ambientin. Unë krejt në fond, me qenë që jeni edhe udhëheqëse e marketingut, edhe për këtë periudhë me vjeçari ju e keni edhe përvojën personale, e keni pa edhe benefitet e CSR-it, qoftë në mirëqenien e punëtorëve, qoftë në komunitet, po dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të performancës financiare të kompanisë. Unë këtë përfond kisha dashur për juve, cili është mesazhi juaj inkurajues qoftë për startup-et e reja, qoftë për bizneset që për arsye ndryshme nuk e kanë hala CSR-in të integruar në aktivitetet e veta, cili është mesazhi juaj për ato biznese që nuk e kanë edhe ku janë benefitet e CSR-it në të bërit biznes. Benefitet jona janë afatgjata. Nuk do të thotë që ti kime mbështet ndoshta një projekt ose kime bëu diçka të mirë komunitetit, po të kushton veç financiarisht. Ky kontribut është afatgjat. Klientat tona, jemi shumë e fat që klientat një numër i madh i tyre kanë filluar me vlerësu shumë kontributin që na japim komunitet, dhe ndoshta ka edhe prej atyre klientave që vinë për me blenë në Meridian, për vetë faktin që Meridiani kontribon në komunitet. Kështu që kishim bërë thirrjen është për bizneset këtë rast që mos me marr kontributin komunitet që veç janë të bëni një shpenzim financiar, mirë po me pasi një investim afatgjat, se fundit në këtë komunitet janë duke operuar dhe ata, kështu që kjo është të mirë gjithë secilit. Ne jemi prap të lumtur që po shohim bizneset që tashmë qoftë startup-e, qoftë biznesa aktuale që kanë filluar me u ndërgjegjsu ende më shumë tek pjesa e kontributit shoqëror, mirë po e shohim që ka hapësirë domethënë ende për me bu ma shumë se ky vend meriton më konë ala ma mirë. Edhe që shëtë edhe të ata që e marim për shoqërisë, do të me këthy me një parforme në shoqëri. Edhe kjo është për me CSR të është forma me mirë strategjike që është na mujna me kontribu në shoqëri edhe në zhvillim të qëndrueshëm. Definitivisht. Dhe jesë faleminderit shumë për kontributin përmbajtësor në këtë intervistë edhe po uroj që ky mesazh ka me kalu tek bizneset e tjera në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë përmes strategjisë CSR. Faleminderit shumë. Faleminderit Jona, kënaqësia ka qenë edhe imja për kësaj përndryshe për iniciativën që e ke ndërmarrë.
Na jemi më së të lumtur të ndajmë përvojën tonë si biznes dhe shpresojmë që sa do pak kemri me marrë mesazhin që ke dashur përmes kësaj interviste dhe na jemi këtu gjithmonë sa që ti ke nevojë. Faleminderit edhe prej teje. Shikues të nderuar, kjo është e tëra që kemi përgatitur në bashkëpunim me Meridian Express në promovimin e bizneseve të përgjithshme. Për të ndjekur storje të ngjashme në aspektin e promovimit të CSR në Kosovë dhe zhvillimit të qëndrueshëm, ju ftojmë të na përcjellin në epizodat tona të radhës, të cilat publikohen në kanalin tonë në YouTube dhe rrjetet sociale.